Kemi thënë që në fillim që jemi një emision për të promovuar vlerat e kësaj shqiptarisë sonë, Zoti Guri dhe të nderuar miq. Sot kemi menduar që emisionin ta bënim pak më të gëzueshëm, duke ndërthurur dhe në vazhdën e atij emisionit që bëm me zotin muzikant, me zotin Vorpsi, po. Do të ketë brenda pak muzikë, ndërthurje, valle, gjithmonë në promovim të traditave të jashtëzakonshme të kësaj shqiptarisë sonë. Siç e shikoni dhe zotin Guri, e kemi të veshur me kostum kombëtar, të thurur në ar, sepse është emri Arthur, që më kujton ata Arthurin e famshëm të Anglisë, sepse ishte i veshur i gjithi në ar, edhe zoti Guri është i veshur në ar. E kam zili këtu se një kostum ishte dhe s'kishte për mua. Më vonë mund të veshim me një tjetër. Sot kemi të ftuar zotin Tefik Vlashi, me profesion ekonomist, nga Gjallishi i Matit. Krajina e Matit, kjo Mati, kjo më kujton zoti Guri e Mathe, e Mathia, që ka qenë ajo Maqedonia që quhej e Mathia, edhe emri Mat dhe lumi Mat për mua është Math, lumi Math, me fjalë, shumë i Math që është ai, se kur kalon rrugën që ikën për në Shkodër duket një lum shumë i Math atje që është Mati. Nëse këto janë ato etimologjitë që bëjmë ne ndonjëherë. Zoti Tefik është një patriot i vërtet. Është një studius autodidakt, studion me pasion të madh vlerat e traditës sonë, etnografinë tonë, këngët, vallet, gjitha. Ai ndihmon shumë një grup artistik që e kemi sot në studio, një grup me valltar, me vajza, me djem, që do na demonstrojnë disa nga traditat e jashtëzakonshme dhe zoti Tefik do përqendrohet sidomos te dasmat, te organizimi i dasmave tipike të traditës matiane, sepse bëm pak muhabet paraprak, edhe ishin disa gjëra tepër interesante që mundsohen dhe janë tradita që populli jon duhet t'i ruajë ato, sepse janë edhe një çudi e madhe për të ruajtur o zoti Guri, shumë shpesh të ruajt çuditën nga këto dasmat shqiptare. Pash edhe të një emision që është një si konkurrencë e nuseve që jepet në media, që janë disa të huaj, dhëndur të huaj, ose nuse të huaj, ose njerëz të huaj që çuditen me këtë organizimin e jashtëzakonshëm, me këtë gjallërinë dhe alegrinë që sjellin këto dasma tona. Madje edhe kjo Gjallish që është zoti Tefik, unë etimologjoj i gjallë, janë njerëz të gjallë, siç është e vetë zoti Tefik që njeri i gjallë, siç janë dhe zotrin këtu që do na demonstrojnë vallet e veta. Zoti Guri, fjala për juve. Jo, unë sot ndihem matjan, prandaj dhe jam veshur. Po jo vetëm ju zoti Guri, jemi dhe unë dhe zoti Tefik matjan. Unë po justifikoj veten që arrita që të gjej një me kontribut caktuar të gjej dhe veshjen tipikisht matjane. Një veshje fantastike me florim o zoti Guri. Kujdes kur dalësh për jashtë me ata, apo zoti? Dakor, dhe edhe provojnë këtë që quhet varianti plisit, sepse një emision tjetër neve kemi plisin, sa shumë po ndodh. Plisi në formë veze, po që është qeleshe, plisi ndoshta tipik i zonës së Matit. Këtë model e ka Mati, e ka Dibra, Tirana, Kruja, Elbasani edhe Durrësi. Ne labrit e kemi me qylap. Ju e keni me antenë. Antenë lartë, ka thënë zoti Guri pse duhet ajo antena, se komunikoj me më lartë. Dhe duke u ndier matjan, arrita të gjej këtë veshje simbolike, si atë që quhet qeleshe, si këtë xhamadan. Dhe mund të themi që i shkon shumë apo jo zoti Tefik, i shkon jashtë mase, po. Është një emision sot special, do t'i bëja thirrje gjithë teleshikuesve të krijojnë një vëmendje të caktuar, sepse zoti Tefik Vlashi, një studius i gjitha studimeve që kanë të bëjnë me Pellazin, Ilirin, me Mesjetën, deri në ditën e sotme. Thjesht, për pasionin e vet. Është ja pasionuar. Dhe arriti që ka dhe grupin përkatës, një grup që me kainën e Matit. Grup modest, grup i vogël. Një grup modest, për të mbajtur gjallë këto tradita kaq të bukura. Për të lënë fjalën e zotit Tefik Vlashi, vetëm do thoshte që Mati, kjo krajinë, kjo qytet burrash, prandaj dhe quhet Burelti, për mendimin tim. Edhe unë ashtu mendoj. Krajina, qendra e mbetur e Matit të Madh. Burrel, burr dhe el, yll, burr yll. Janë dy fjalë. Jam dakord. Që është burr yll, siç e zoti Tefik vet, po. Dhe në fakt vetëm e lejo zoti Tefik ta them këtë fjalë, dhe në fakt kur ti ke një
jo biznes, po një marrëdhënie me Matian. Ai e bën atë gjë jo për profitindi, jo për interes të madh, po për burriti. Dhe e çon deri në fund atë veprim, atë sipërmarrje, atë kontratë, atë marrëveshje fjale, një Matian sigurisht që nuk ngelen pas. Patjetër, po. Edhe fjala e fundit për momentin është që unë e provova me europianët që i prita në butinën time të Berat vitin e kaluar, se i njifja profesora europianë, frances, angles, gjerman, por nuk njifja qytetar të thjesht, nuk i njifja, se jam taku në konferenca. Dhe po të krahasosh burrinë e shqiptarit në përgjithësi dhe burrinë e këtyre krajinave mat, has, kuks, marsi, me ditë, po t'i krahasosh të burriti, laborim, Shqipërisë tash. Ju rrini në televizion gjithmonë. Ju fol televizion. Por këta e kanë me teprita, e gjeta. E kanë me shumicë. Tash futemi direkt në emision, ne do donim zoti Tefik atë mikro klim etnokulturore e gjeta. Mund na i sjellësh në pak minuta, në 30-35 minuta, me ato variantet, diku këngë, diku valle, që nuk janë të veçantë, nuk janë janë shumë të veçante, janë tepër të rralla që vazhdojnë të mbahen gjallë sot. Kurdo. Faleminderit. Në radhë parë duhet falenderoj zotin Sazan, edhe stafin e televizionit që na dha mundësinë për të promovuar këto vlera të traditës, të cilat po humbin, si thuash, dhe ne me këtë grupin e vogël, modest, duam të ripërtrim këto vlera, sepse këto kanë qenë pika kulmore të dasmës tradicionale matiane. Dhe tu tregojmë brezave të tjerë, kështu kemi gëzuar ne edhe të parë tanë, pra ne këto të përçohen tek brezat e arshëm. Dy fjalë lidhur me atë që thatë ju për burreli. Po. Fjala burrel është e vërtetë që thon burr ylli. Mati është vetëm një krahin. Mati është vetëm një krahin në gjithë kombin shqiptar që flet me e. Si je merr thot. Po. Dhe kur përmend fjalën yll, ai thot ell. Çfarë ellit ka ra, më thon çfarë yllit ka ra, çfarë ndryshimi, çfarë dritet ka ra. E bukur. Më thon është thjesht pasqyrimi i një realiteti. Dhe veshje malësisë matit, që ka macuk dhe me portokalli, tregon pikërisht se portokalli ka ngjyrën e diellit. Po. Edhe ajo është ngjyra e diellit, ne i themi diell. Shlliu e ka emrin nga shën ylli. Po. Ylli i shenjtë. Po. Për koincidencë dhe unë me portokalli jam. Po. Kështu që këto nuk janë të rastësishme. Po. Kisha e Shëntrinis ka qenë mat. Mati ka pas gjithë ato kisha përpara. Po. Edhe është një kulturë e trashëguar. Mati ka një identitet në vetë, në gjuhë, në këto rritjet e dasmës. Dasma, si që dini ju dhe të gjithë, është një ngjarje e rëndësishme në jetën e çdo personi, po edhe të familjes, po edhe të krahinës. Lidhur me këtë, ne nga dëshira e mirë për të ripërtëruar këto vlera që nuk po të shfaqen më sot, me këtë grupin modest që kemi, nga dëshira e mirë, deshëm që të risjellim në vëmendje të publikut disa ngjarje kulmore të dasmës, siç janë për shembull, kur shkon Daja Kenipi me dash. Ka pas marrë orkestrën, që ne i thoshim ka pajtuar se ka marrë lodërt, do të thonë, një lodër dhe dy cigan. Daja shkote me dash kur martote Nipi, si ishte gëzim i madh, që është ngjarje e shënuar. Dhe i bide kur dilte nga shtëpia, që përcjelsin pjesa tjetër që nuk shkote ndasëm, i bide gjatë rrugës në vende të dukshme, që ta shifshin tjerë që filani po martoka Nipi dhe po shkoka me dash, i bjen dhe kur shkon tek Nipi ke shtëpia e mikut, edhe ato dalin e presin. Moment tjetër kur mor, ju tash kjo pasqyrohet tek kajdja e udhës, ose melodia, po ne i themi kajde. Melodisë. Nëse doni ta shihni kajdën e udhës, orkestra mund ta ekzekutojë tani. Kajdën e udhës e kemi në dy variante, varianti i vjetër dhe i ri. Variantin e vjetër mund ta ekzekutojnë. Kjo zoti Tefik ekzekutoi gjatë gjithë itinerarit që bënte karvani? Jo, ai ditë nga shpesë rruga mund të ishte 3 orë gjatë, s'do i binte 3 orë. Në vende ku ishte pru apo mal, nuk do t'i binte. Po ku kishte njerëz që shkëmbeshin me njerëz. Ajo binte në sy, tu tregonte të tjerëve, shiko, unë po shkoj ndasëm, edhe të tjerë lenin punën dhe e vështronin. E vështronin dhe në një farë mënyrë ky jetë edhe merrte kënaqësi njëkohësisht. Po. Edhe to kanë qenë vlera që tregoshin zotësinë e Dajës. Që unë po të shoj dashin, po të shoj orkestrën, njëri me vlera me potencë. Moment tjetër është kur vjen nusja.
Po, ndërkohë ekipi, grupi Ndërkohë të mundet vinë, që të- shoqërojnë neve. Hajde atëherë kalin e udhës. Po, këtë duhet. Po, këtu. Po, mund të afroni. Jo gratë, jo gratë. Vetëm këto. Po, nuk ka, hajde. Le të vinë këtë Ka që le të Po vinë. mirë, le të vinë. Hajde këti. E kisha fjalën që s'kan për të kërcyer tani. Jo, s'ka për, Mund të hajde. vinë. Hajde, zonjë nderuar. Hajde, Kalin e udhës të shi. hajde. Prit. Hajde, gotë, thje këtu. Mrapa? Edhe këto? Mirë, dili mrapa. Hajde një kaloni këte mbrapa që... Po. Shumë. Shumë. Ja, futëm në mes aty, më këtu. Po, bravo. Shumë. Vazhdojmë atër. Se... Po, mirë. Mund të filloni kajden e udhës. Mund të filloni. Vazhdon tash. Shumë e bukur. Pikë kulmore tjetër e dasmës është kur vjen nosja. Si rregull lihet një fëmijë për të ruajtur, kur dalin në një pikë të dukshme, për shembull krushtit kur vinë me nosën, kryetari i dasmës, që është përgjegjës për çdo për mbarvajtjen e dasmës, cakton një fëmijë dhe ai sa të shofi nosën që del po themi në qafë shkamit po themi. Vjen me vrap edhe thirr me të madhe. Erdh nosja. Edhe fillon orkestra. Kjo quhet kajdja kur vjen nosja ose kur zbret nosja nga kali. Mifja, këto vazhdojnë të bien qysh sa shofin nosën, e derisa të zbresin nosja nga kali. Deri kur të vjen mren. Ekzekutojeni. Hajde më. Vazhdon tash. Moment tjetër i rëndësishëm që është pikë kulmore, është rasti kur shkon dhëndri ke nosja. Edhe kjo është një diçka që le gjurmë tek jeta e çdo personi që martohet.
Kështu që mund ta ekzekutojnë edhe këto kur shkon dhëndrit e nosja. Kur mbaron dasma? Jo, gjatë dasmës. Dasma vazhdo deri në mjes. Flen gjumë mas mesnatë. Do shkojmë me flet dhëndri. Po dasma vazhdon? Dasma vazhdon. Dhëndri ku shkon në çfarë momenti? Mesnatës? 12 natës po themi. 12 natës. Kur e shkon të arsysh me dhëndri me mesnatës? Jo, ka rregulla, nuk shkon, ai mund të më shkon që në darkë. Ndoshta mbas mesnatës. Do të respektosh normat. Ka një muzikë në këtë. Po, është valla karakteristike për këtë punë. Kajde ose melodi. Mund ta filloni. Kur shkon dhëndri ke nosja. Fillon melodia dhe shkon dhëndri, apo kur shkon dhëndri fillon melodia? Kur shkon dhëndri fillon melodia. Janë të dyja njëkohësisht. Përcjellet në muzikë. Ndërkohë, orkestra pastaj vazhdon me mish, me dasmor. Sepse ne kemi pas zakon kështu. Një dhomë i lihet kumbarës. Po. Kumbar që ato që shkojnë me mornosën. Po. Kanë qenë 11 vet. Zgjidhen njerëz më të zot e më të mirë. Një për muhabet, një për piraki, një për trim, një për zgjuarsi, një për forcë. Kombinoheshin. Edhe nga lidhja e gjakut, me thonë, nipa, daja ishte i pari, nuk diskutohet, po duheshin edhe këto elementet shoqërues për mrapa, sepse kishte provokime, kishte lloj-lloj mund ndodhi, ishin përgatitur për çdo gjë. Me që qëllimi të merrte nusja, sepse distanca mund ishte e largët, mund vonoheshin, që të lloj pretendimesh njerëzit përpara, kërkoshin lek, nuk ka mora sa duhet, kështu që u merreshin gjitha masat paraprakisht. Edhe deri këtu funksionon dhe kështu. Kumara kur vjen, ka dhomë të veçantë, pastaj është dhomë e miqve, e veçantë, dhomë e shokëve, e fshatarëve, dhomë e grave, burrat e gratë kanë qenë veç. Po kumara mos valle keni fjalën për shkusin? Jo, kumar quhet ato që shkojnë me mornusën, i themi ne. Po, kumbar, po. E kupton? Edhe ato që përcjellin njerëzit e gocës, që vinë ato quhen përcjellës, se po përcjellin gocën në shkokë burri. Pritën një dhomë veçantë, respektohen me tangve, me të pime, për çdo gjë u quhet dhe orkestra, këto, edhe pastaj që marrin punët, tanet, pinet, vallëzojnë, përcjellen e shkojnë në shtëpitë vet. Me lezë 10 sekonda, zoti kur shko më ranë sy kjo fjala kumbar, e përdorin dhe italianët kumare, i thonë italianët kumare. Po kumer nusën, prandaj quhet kumar. Mund të jetë kumer ose mbar, patje ku sjell mbarsi. Pikërisht pra, nusja sjell mbarsi në shtëpi, se ripërtrihet familja. Mund të jetë edhe kjo. Kështu që shkoj mendja me. Janë të lidhura gjanat, nuk janë kot. Gjithë botën i thon kumar, por shqipja i jep kuptimin asaj. Në italisht, në latinisht, i thon këta, po. Në gjuhët e tjera, kumar, pa bë, kumar, nuk të thot gjë. Nuk thot gjë, pra, vetëm në shqip thot gjë. Në shqip të thot. Prandaj teleshikus. E gjeni vet zanatin dhe origjinë. Kumaro i thonë, edhe në rrjetet mafioze, kumbari që po filmi. Po, nëse ndan atë, ku edhe mbar, që ti të sjell mbarsi, kumbari që kur pret një balluke, këte nga ne për shembull pret një balluke. Ismail Qemali, që për mbarsi preu balluken fëmijës që vajti në një shtëpi në Ardenit për shembull. Kumbari quhet. Po. Dhe shiko sa kumbon si fjalë edhe shpjegim dhe shpëtim të gjithë kuptimet e kanë gjuhën shqipe. Pra shumë shqipja ka kuptimin me na fjalës. Po, bëna fjalës. Vetëm mjafton ta zbërthesh, sa të mëso vet. Dhe
Ajo edhe një shtesë të vogël. Ajo i thatë juve që vete një që është i bisedës, një këngës, një vallës. Patjetër, e kanë shumë zona që ne sot për shembull kur kemi një mbledhje, po di vështret, të gjithë duan të diskutojnë. Ndërkohë që rregulli ka qenë që ata që këndonin, ata që flisin, ata që vallxonin, ka qenë të caktuar njerëzit. Ai që mund të përballonte një duel të fortë, ai mund të ishte një fortë në forcën fizike, njëri në forcën e fjalës, njëri që dinte ndante bisedën. Nësa sot neve, po t'i vështre në një mbledhje që neve bëjmë shpesh, e keni qenë në mbledhjet tona, dhe të gjithë njerëzit duan të marrin fjalën. Edhe kur i thet për aksion pastaj, për veprim, të gjithë bëjnë bish pastaj. Nësa nuk ka qenë kështu për. Po urdhoni. Nëse me qenë se Kajdia e Udhës është në dy versione, mund ta ekzekutoni versionin e ri të Kajdes Udhës? Para se 10 sekonda këtu. Fjala Kajde që thon këta që thon melodis, më kujton atë gajden e famshme Zoti Guri, gajde. Mund të ketë lidhje, edhe ajo është një vegël që sjell melodi. Gajde, kajde, se këja me gën shkojnë zvendçojnë atje. Mund të kenë lidhje. Gajde është ajo thesi, është ajo lëkura. Lëkur kace e përdorin dhe skocezët. Identike me tonë e kanë dhe skocezët. Siç kanë fustane edhe këto. Gajde, jo, do të thënë gajde quhet ajo, akoma se si ka menduar për etimologjin. Po gajde, po. Versioni i ri të Kajdes Udhës. Ai thon melodisë. Shikon, ndoshta 2 minuta. Quhet gajde sepse kajde është quajtur melodia këtu. Ju i thoni melodi, gajde. Melodisë i themi kajde. Kajde. Vallë e burrë për shembull. I themi kajde e parë, vallë dyshë burrash. Kajde e dytë, vallë dyshë burrash. Që ndryshon nga e para. Kajde e tretë, të cilën do ekzekutojmë sonte. Ne kam kuptuar që ky do vinte me një kajde, me kacek. Jo. Kajde i themi melodisë. Melodisë. Po, moti e ka këtë. I thon melodisë, po nga kjo fjalë mendoj unë tash melodi ka ardhur dhe emërtimi i veglës që bën të melodi, që bën melodi që quhet gajde, kajde se është e njëjta fjalë. Shumë e vjetër. Okej, zoti Tefik. Ose të dilti para të rria Sa e vjetër mund të jetë kjo zoti Tefik? Kjo tradita, sa vjeçare mund të jetë? Kjo lloj fylli, kjo lloj cure. Mati operon me vegla muzikore tradicionale të natyrës, që i ka bo vetë, me fyll, me kavall, me cigan. Cigana e Matit ngjan shumë me Tiranës. Me malsinë e Tiranës. Kjo quhet cigan. Dikush i thot cyrle, ne i themi cigan. Cyrle, po. Cyrle i thot kuksi. Në Lavëri themi cylen, e cyla dy ara. Kemi cyle dy arash me dy ara me dy gryk ajo. Juja, ne i themi cigan. Mati e ka këtë. Edhe Dibra nuk e di si thot atë cyrle. Sa e vjetër mund të jetë në atë diturinë tënde? Nuk di, nuk mund të them se sa mund të jetë, po është shumë e vjetër e trashëguar, do të thonë, brez mas brezi. Se ajo është bërë vetë, e kanë bërë vetë artizanale. Preardhën e kanë ato. Mo turqit e kanë nga ne për atë punë, po. Turqit nga ne për atë punë. Po le, s'është për janë, shumë është thonë, dhe tani, po. Turqit gjëntarë të dy. Me parë tonë kanë qanë atje para atyne. Me le të posoj diçka me që tha nga Turqia. Edhe kur vajti nduje, ai nga Puka në Turqi për një koncert të madh që bëhesh atëherë me çiftelinë e vet. Po ta kishte nga Turqia, se kështu thanë dhe për Lautën. Për Lautën apo për çiftelinë, jemi rasti konkret. Në Serbia. Po Turqia ka qenë në jug, po se ka jugu çiftelinë. Vetë turku, muzikologu më i madhi dhe e kontrollon duheshytin, mos kishte ndonjë manjet, ndonjë diçka brenda se s'ka mundësi ti biesh kaq mirë. Pra, duheshyti ashtu dhe një juve që i bini kësaj... Si që është Beharneli sot, një nga më të mirët në Shqipëri. Nuk ka mundësi të jetë 300-400 vjeçare eksperienca, 500 vjet. Pa është 8.000 vjet e vjetë. Në gen, në gjak. Është në gen, dhe kjo gen provon një, që turku që i bie gjoja çiftelis në shekullin e 15, ata 13 erdhën, si barbar. Qysh erdhi solli, ai gjeti popullin i tit. Po populli i tit ti ke po frigjit, bravo. Myzit e medet e gjithë ato fishet kanë qenë atje. E kemi bërë këtu me 8 shkallë muzikore, frigjit. Tetatoni, na e prezantoi profesor Pullum Vorpsi. Tetatoni ka priku dhe këndon një popull që quhet në Skapar dhe një këngëtar Demir Zygo që këndon njësoj frikët i thon 3000 vjet para son, 4000 vjet, 5000 vjet sot dhe këndon një popull me të njëjtën ritëm, pentaton, shkallë muzikore etj. E njëjta gjeti i dashur. Me që njëjta gjeti. Po më lejve me që jemi këtu. Po vazhdo, ju do të përmend dy momente. Po urdhoni. Kur ka shku Solloni në Egypt,
që ka qenë një nga ekonomistët që ne kemi studiuar nga historia e doktrinave, sa ka qenë dhe filozof, ka qenë dhe dietar dhe ekonomist. Kur ka shkuar në Egypt i kanë thënë të diturit e Egyptit ose priftëri quhen ndoshta njerëz të ditur, dalë sollon, dalë thot, se në atë vend ku jeni ju ka qenë një popull shumë më fisnik se ju. E kishte fjalën për pellazgët. Prandaj ju keni ardhur në vendin atyne, nuk jeni si ato. Dhe kur ka shkuar Aleksandri i Madh në Indi, i ka gjetur duke fol shqip. E i kanë thënë atë po ju, sa kanë ardhur para teje këtu. I kanë thënë dhe po të shohësh shumë fjalë të sanskritishtës, janë shqip. I ka thënë i Madhi Petrozhej. Geniali. I gjuhës shqipe që ka studiuar nga ana matematikore, nga ana simbolike që vetëm gjuha shqipe ka lënë këtë stad. Aleksandri i Madh i bënte pushimet në mat. Po i ishte matjan. Nga Pogradeci. Ishte matjan. Në mat. Po në atë kohë s'ka qenë ky koncept që është sot. Edhe kjo është një lloj kontradikte që më shumë shkonte ke ajo e babait, edhe dihet, babai i kur ishte në sherr me teatrin, shkoi që u strehua te mbretërit e lirë. Po pylli pell i thot vetëm mati. Po, pell. Zona e Shqipërisë mesme i thon ell. El, për shembull, thot, çfarë ellit pas ka ra, kur vishet në nusë e bukur për shembull, edhe duket e bukur, thot çfarë ellit ka ra. Ne themi nuri pas ka ra. Jo, nuri thamin në. Nuri përdojmë dy fjalët, po el është punë e reflektimit të dritës së yllit. Që të bie në ylli dhe reflekton. Prandaj Zoti Guri. Çfarë ishte gjithë el, i thon për shembull. Po dhe emri Elena që mundohen andaj këtë është yll ëna. El i thon yllit. Yll ëna. Po këtë ka vetëm mati. Kjo është specifikja që duhet ta theksoj. Po, sistema e vjetër pellazgë ka qenë ylli me hëna. Po. Turqit e kanë marrë nga ne. Edhe qytet vetëm tash. Edhe historiani Abardademi ka një libër të tërë. Selenizmi, po ylli me hëna me ato gjitha. Edhe 10 sekonda Zoti Guri me që folëm për veglat e muzikore të vjetra. Po kemi buzukun në Zoti Guri, BZ. Po, me shqipën shpjegohet, tamam. Një na sqaroi dhe profesori një nga veglat e vjetra muzikore të Arbërisë. Po ke lirën, një nga ato veglat muzikore të vjetra pellazgë, sepse nxjerr tinguj të lira më Zoti Guri. Janë tinguj të lirë që nxjerr dhe quhet lira. Ajo e bukur afare me ato tinguj. Dhe ke sot i gravura në muzeet e Europës, po edhe nuk e di Amerikë, po të Europës, ku i bini lirët, pikërisht ata që ishin venalin. Levent. Para se të vini grekët në hapësirën e sotme. Shumë para tyre. Dhe kishe që i bini lirës dhe çiftelis 2000 vjet, 3000 vjet para son. Dhe këta ishin pellazët që i jetën këta. Vazhdojmë tjetër, si vazhdon në programin. Tashti, të ekzekutojmë variantin e ri të Gajdes Ullës. Vazhdojmë të tjera. U tha Gajde Ullës, po. Një po në dy versione, për ne thash, 2 minuta. A vjetrën duam, të vjetrën duam. Bëm të vjetrën. Bëm të vjetrën. Ka gjën e re të Udhës, ka gjë Udhës. Nga 1 minutë sa për shenjë. Sa për shenjë.